Edhe pse kanë kaluar 42 vite, Ali Dervishi asnjëherë nuk ka rreshtur së kërkuarin nënën e tij. Ai ka ardhur në jetë në maternitetin e Elbasanit më 15 qershor të vitit 1971. Pas lindjes Aliu ka qëndruar në shtëpinë e fëmijës në Elbasan, dhe nga aty është birsuar nga një çift po nga ky qytet, Alush dhe Zyra Dervishi. Aliu e ka kuptuar se nuk ishte fëmia biologjike e asaj familje kur ishte vetëm 8 vjeç. Ai asnjëherë nuk ka menduar për t'u larguar nga dy prindrit, të cilët i falën dashuri, i falën një familje, por gjithmonë ka menduar për atë nën, e cila e solli në jetë dhe dëshiron ta njohë atë. Babai birsues u largua nga jeta pa dëgjuar dhe të paktën një herë të vetë me fjalën baba, nga djali i tij, pasi ai në atë kohë ishte vetëm 6 muajsh. Ndërsa nëna e tij, Zyraja, është larguar nga jeta vetëm pak kohë më parë. Në mungesë tashmë të prindërve birsues, Aliu kërkon të gjejë nënën e tij biologjike për të pasur sërish dashurinë prindërore.